fal dhalik. E kush e bën çeta? Tu angazhu me evlat, e me pasuri, e le namazin. Çka tha Allahu xhelalu ala? Fa ulaika humul khasirun. Allahu thot, si doni me dit kush ka hub në total, si ka met kur gjo prej fitimit, prej arritjes, o që t'jeri. A dhe ka mën djetarët, argument se lanësi i namazit është zvraz nga zemra e ti imani, është se Allahu ja ka muhu qdo fitim. A tradit kuranore është se fitimin total nuk i mohot, pos ati që s'ka imani. Allah thot, fe ulaik këta, humo el khasirun, përveç që ta kanë hub. Andaj, qka e ban njerin sot me la namazin? Dhe që vëllan duqan, që e vladim lipi të sene, që gruja, e Allah u kiti përmejtë, la tullikum, e mualikum, wala e uladukum. Apo, Allah u ditar kanë thonë, a jetë të reshë përmejnë, gruja, këta jetë është përmejnë dhe që vladi, por komentatorë shfar kanë thonë, e ka përmejnë e vladin që mësë me të bëhe sa gruja. Mësë me të bëhe sa gruja, pëse? Se vladi është, kur thot e vladi o babi po mduhet diçka, është ma e dhimbshme në zemrën tane sa kur thot gruja. E Allah do të thotë as me e vlad nuk të arsjetoj, me lan namazin, e me gruje, kena me dalë bushetitna, kena me dalë busbavitna, smojën e se ka me qirë filmin, 4 orë qirë futbal, 4 orë qirë film, e humb orë të tëra humb në gjërat kota, e pastaj 5 minutat Allahut i ngushton.